Goca. Po kuq. Po të gjojmë. Po, si ishte tolerushme. Po, ishte fjale bukur. Ja ose me njerëzve me shoqëri. Ola. Po, Unë nuk mërzitem se më thua ti ashtu, me thënë drejtën. E di pse nuk mërzitem? Se je profesionale. Jo, s'ka lidhje me profesionale. Se e kuptoj lëndimin tënd dhe e kuptoj që flet nga lëndim. nuk e kam lëndimin nga Adi. Ajo që dëgjova nga Ola ishte një gjë shumë e turpshme që ndodhi tani live. Ti drejtohesh prezantuese së spektaklit në të formë. Nuk ka unë se kam pas herë në asnjë lloj televizioni që kam rekord. Është hera e parë. Hera e parë që ka ndodhur kjo gjë. Në çdo rast dua ta kuptoni që jam me ju. Edhe kur mungoni respekt ndaj meje, nuk ka problem. Ola, unë besoj që ti mund të bësh shumë më tepër se sa kaq. Dhe më vjen keq. Më ke trishtuar. Ola, mua nuk më pëlqen, me thënë drejtën, të fyje dhe të ofendoj askënd aq më pak gratë dhe goca. Dhe mos harroni, nuk ka rëndësi se çfarë ju thonë. E rëndësishme është se si reagoni pasi ju a thonë.